4 ditë pa dek. Po? Ata më tha du me të vetë dishka. Ha? Tha shfaqë, shëryshna. Ama tha më kaldu drejt e ditha që së mërëna. Ama tu është sa me dek, thash, unë jam 5 vjetë para tje. Unë e kom rëndin, tani ti, unë tha pat vesë. Menova, thash ju. A ki fëmi? Kam 8 fëmi. O, mashallah. 8 dhe 14 më kanë dek, 22. Se baba kur kërë në burg, më ditë dhavi dytë. E i pari se kom ringja, a i ka dek, unë jam jastretit. Në të shkullë. A dëmshur dhe instruktor i parë shqiptar në atë? 76. 76. 76. Qëfar ka lind ideja mu kanë instruktor i parë? Kom pas qef minimu poplit. Minimum poplit. Se babën e kom pas atë betash. 12 vjetë takoj dënum 54-shin, ma kanë morë kretarë fështinë atëherë, bajt Marishevës, akon komuna. Që ka pas emrin babi? Ramadan Daud Shurdhaj. Okej. E ti e more rrugën për mi dalë me ba instruktar. Instruktar. Kush të orientaj? Vetvetja. Se babën e kom pas në burg 12 vjetë si i vogël visha me pa, që të ako burgu të stacioni policijës, në të aty. Të dy lishet jo shku, si i vogël visha me babjushin me nëndën dhe me motrën me pa. Se baba kur kërë në burg, më ditë dhavi dytë. E i pari se kom ringja, a i ka dek, unë jam jastretit. Jam krenar me poplin, unë përqafojnë, ju kom një mu, shpërngulja e sërvanis për Ramadan Kosovës. Baba thi Ramadan Kosova. Ramadan Shurdhaj, po e shumë Kosovën, se kërë 2 vjetë e u lëshu për i burgu, se linshin rahat, edhe u dytëru me dalë, për mu e pas ka lëshu baba Kosovën. Se kanë menu për i banjës, aty akon stacioni policijës në banjë, 56-in kërë lëshu baba, edhe kanë morën, me shkuve në Suarek, më lajmëru. Me ndjes, tjerin brongë me nejtë, aty policia në konë nuk e kanë majtë aty, e thani atu të baba që për mysin, edhe dy vllazën kanë shku, e thani edhe këtonë për ma mysin, e i ka thonë babjushit, apo më lejan mi morë thëmjen me dalë dika. Babjushit ka thonë, ka të shkon të edhe na, s'pari herën 56 e këna shku në Kosovën, e jena shku në shatin Hasanbek Shkupit. Atje i këna blena 12 hektar tokë, këto shqetëm 5 milion e gjysë tokën, atje bletëm 3 milion e gjysë, tani e bënd të nalu me këto mas, kush e ka ble, mas me ble. Edhe tani, e pagujtëm dy qysh. E shqetëm gjysën e tokës atje, pagujtëm sa ja ku do shnjak për Turki shkake. Edhe tani one kom punu me kamion. Pej gjallë të katër, po si kom pas vjetë, 17 vjetë i kom pasët. Për një vjetë, të në gjallë të pesën, i bësha 18 vjetë. E tani kom hinë, gjallë të pesën, e kom dha provimi me të parën, edhe tekstin macedonisht, edhe vëzitjen. Se e kom krye shkollën e zanontit 3 vjetë, po 2 vjetë, se atë profesorin që është këtësar klasët e ka bon, 1 vjetë se duhet mi majtë familjen e kom kamionin, e 3 vjetë mi bon në shkollës zanontit. S'ka problem, e kom kry, e tani kom hinje, e kom dhomë. E tani 9 vjetë, kom punu me kamion, 7-4 një shku ushtarë 27 vjetë. 27 vjetë ushtarë. Nishë jëmë ka. Aty, s'pari herë aty, shka ka pas Kosovës dhe ka mos shqiptarë në futball të vogël, Filip Gajic, jëmë konën, e ishtisha në futball të vogël, ishtisha me ata 10 konkret,
E vërtet një Kosova. Sa mirë. Edhe tani na kanë shpërndarë kryt 3 muajve, na kanë shpërndarë krejtve. Asnjës na kanë lënë në një vend me shku. E kreva Austrinë, kur u ktheva, shka me bon, tek me bon, u regjistrova për instruktor 1 muaj det me shku ligjërata. E pagujke një firmë me Beogradit, i qeri firmën, për me na pranu 120 eshmi, veç unë shqiptar. E ka fërqa ka njëherë ka fërqa, merë shantoj, tha, janë ishin me kesh, një profesor, psikolog që në epke, i ardhëran, Macedon, po i ardhëran që i keshën mu, tha, pse pa kesh një, tha, me shordiqin, se s'kan ata dhe, me shordiqin, tha, pse pa kesh një, kjo tha pa kesh me neve, falë një, tha, ju një fjallë, shëp, jam jap dorën, me atën krejtë. E 2 herë më ka rëdu motoristika. Edhe që si hovim, mas me si vdu ke rishtat, po mi pagu parët, tani parët tjehna. E të shku me paracit provimi, qaj profesori shkona në bife, me një qetar i shkuaj madhaj, Macedonë dhaj. Shudit, s'kisha parë mi, jo pagu kafën. Hajde tha, hajde ka, unë gja, dobre veqe. Shosira pravi, jo thash, sa thash, javim thash, dhe po të sutë, dhe po dashëm, ako ne po dashëm sutë, ne vam parë deputatin vishë. Tha shqiptarë, tha shëp gjalli mirë, tha, ke shku e ke shqit vetën aq, qa i shkojnë malë. Edhe, u përshëndetëm me ta, i shku e ke shqit vetën, Jugoslavia lujke me dikon, pos në ratet thesha me hima herët, ama ma ofër ndeshjes. Jo, tha, thash, ty asi, thash, hajtë një më zëtë, hina, kur hina, i shikon 2, atë në provime, hina, nuk është shesh asaj malaj, i kishit vetën, saj malë, kur hina nuk është sheshna. Unë isa me shku më ullë, aj që më kishë rëduë, sa vrati se po vjeku e prashanja, hajtë, thash, ka qjerë këtu mua, edhe u ktheva, një më zatë më dresin durët, janë isa i ngreja fyte, edhe shkova ulla, tretën bënkë, kërë arma që i dorën që kështë që, kërë kom qo kryt, kërë kom patat, dobroveqe, jesë të jasna prashanja, jasna, sa ka shtë dhe zbëruva 2 meno ili 5 meno. Që i dje? A do me folë Shqip, a do me folë Macedonisht? Jo, a do me folë, jo Macedonisht, Shqip, jo Macedonisht, a do me folë me guaj. A me shkrem? A me shkrem. Dva prashanja thasë 5 meno, jedno thash 2 meno. Ti i thave hen me guaj me shkrem, a? Okej. Edhe, slobodno thatë, pishe. Të 2 tjërzaj ata 2 Macedonët. E ty jo? Jo, të 2 tjërzaj më mëzuaj, a që më pytke. Po? Ja si shpremen, tha shpremen. A je gati, tha shku. Edhe shkova. Kur shkova. Ja nisa. Pa ledzoj, pa dërë më ndërprej. Tha, jo, tha. Jo, tha. Mas e ndërprej, tha, shka ka ditë, tha, ka shkrujt. Tani na bina vendimin. Edhe njëherë tha më duke, tha, ta heka vrejtje. Kë, shka ka ditë ka shkrujt, tani na bim vendimin, kërë kom njësë pyetjen e tretë me goj. Thash, elektromotor, thash. Motor, thash, ko stavi u dvizhen e elektromotora, po mo që u baterije, se so stoj rotor, stator. Motori s'mosh me funksionu pa batari. Po, baterijet, avanseri i kjerit. Okej. Avanseri i kjerit. So s'kuptej se Macedonisht. Mirë, po. Thash, kjo thash, përbohet, baterijen e jep, edhe jep, po, është thash, e ka zupjanikin, e ka që të shohet, e qënë motorin lëvizje e dhejës, edhe ma ndjiti për qafe, tha, që tha ma gjisër i së ta, tha ki mu po.
tash blagodaram, falemnderoj tash shumë, e nuk e harroj. E jo më ardhë në punë të me hinë, peja sa në begit Shkupit, se në tjesha këko. E kom ardhë në punë në Prishtinë, fazita, ku tash e kanë marru ndërtesa, aja njena është, ku a kam autoshkolla, në Teneje që e kanë prish. 45 familje kanë vetë pa ka fshat buke. Kur i kom bënë 65 vjetë, kom dalë për i punës, kanë ardhë, kanë kësy, kanë morë krejt aletet, shqiptartë. Edhe, po bona instruktori parë, s'ka njeri që nuk i kom bënë mirë, s'ka njeri që s'u përqafën. Ata kanë këthy me të mirë që ata njerë që ja kjo bo mirë. Që 37, ata krejtë më përqafojnë. Po tash edhe nuk po më gjojnë, qërë këta krypë këtë. Kajtë e kom të kept, një në pa bombardime 50 e kom qërë. Tash, mas vitit 3 vjetë. E kom qitë ko, qërë këtu kështë. Zotit një mo. Këtu 5 birbyle e kom kështu. Nuk ka pos. Nuk e marrë benzionin. Pse? Shki punu, po thëj. Qështë të merë pensionin e... E pleshnije që i kom punu në autoshkollë, sa më farë. Dogona kështë në këndërtua dërtes, 7-7. Edhe s'merë sot pensionin? Se marrë heqas benzionin, 120 euro, shka me bo me ato 120 euro. Së vjetë puni ki? 24 shkave, 12 shqiptarizmit, 36 vjetë. Edhe nuk merë... Nuk marrë benzion. Ua, po kjo është e pa drejt. Ha? Kjo është e pa drejt. A drejta, pa drejta, ajo... A ke kërku... Nuk që në vena e më kondën. Qëfar përgjigje ke marrë? Kur far përgjigje, s'ki po hu. Po jam vetë. Faleminderit që ishe pjesë e jona, trujt Zotit. Qëfar mesazh ju kështë dhonë gjithë njerëzve që dojnë me marrë leje? Gjithë njerëzve ju kështë thonën, mi unimu popullit. Jo ahmoka më bëmë. Ahmoka jo më bëmë. Në t'ja vlenë kry këtu. Unë pa jetoj dyqysh, po shtije, jeshtë djallit shoqja më ka dekë që ti mu e gjysa dhe tarja. Kryetare kom pasko, më ka rdu shpija mund 86. 86, s'pari herë, për me 2 net, e 3 dit jem konë pa dhe dijen në burkë. E tani, unë kanë shu. A ki fëmi tash? Ha? A ki fëmi? Kam 8 fëmi. O, mashallah. 8 dhe 14 më kanë dek, 22. Me një grupë. E kom posa dhe tarë më kanë dek, dhe shka majka. Jena dhe shumë. Qka me bo, ketë qasë i rrugë? E kajt jeni. Jam i Semajës. Krejti na qasaj rrugë, kush ka lindë ko me vdek? Dikush ma herët, dikush ma vonë, po ketë kina me shiju vdekjen. A i një do shumë e gruën tane që për kujton shumë në 4 dit pa dek. Po? Ata më tha du me 2 dishka. Ha? Tha shfaqë, shëryshna. A më tha më në kaldu drejt e ditha që së mërnëm. Ama tu është sa me dek, thash, unë jam 5 vjetë për atje. Unë e kom rëndin, tani ti, unë tha pat besë. Menova, thash ju. Shka bënë, tha kështë. Kur des? Kështë rrugë zëzelja. Thash, kështë rrugë zëzelja, hinja pastrota me ujë shtatë. Ka për shafë. Edhe mos, kretë më gjuhin. Kretë më japin. A i dikush e kom halën a ju në ta qipë të fali njerës. E njëna dhe shumë. Edhe zdërë në martu më? Ja, s'vjen shpreje, pa hinë pa pastrota të 3 ditë. Zotit rujt. Edhe juve ju rujt Zotit. Faleminderit që ishe pjesë e jona, ju të dashur me që rëni me neve, sepse gjonat e mira i sedhin veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë. Rruga marë ju rujt Zotit. Faleminderit shumë.